Mirë se erdhe Florentina. Mirë se gjeta, Nesa. Fillimisht faleminderit shumë që je këtu e pranishme te muhabet qarshie. Atëherë siç e di, kjo iniciativa jonë për të bërë muhabetin e qarshis pikërisht ka lind te ideja se çka qarshia transmeton. Ato vlerat ose ka shërby ndoshta me shekuj me radhë edhe sikurse një institucion për edukim, një institucion i përqimit vlerave, edhe pikërisht edhe ne te ky emision dëshirojmë që përmes bisedave që do t'i realizojmë në këtë tavoli, mundemi të nxjerrim disa konkluzione ose disa ide nga eksperiencat e profesionistëve të ndryshëm, po edhe nga përvojat tona të përditshme, të ndërlidhem që kryesisht qëllimi është të ngrisim pak më shumë vetdijen tek shoqëria jonë. Po sot me ty, mas shumë të do ndalemi tek pjesa e librit, te pjesa më e bukur besoj, te pjesa e leximit, se sa është e pranishme tek ne, apo se si ndikon pjesa e leximit, po cilët do të jenë disa këshilla për një lexim sa më efikas. Kështu që ndoshta pak më shumë do e ndërlidh pjesën se jeta jonë çdo ditë më shumë, sidomos duke u rrit, bëhet më e ngarkuar, puna, jeta studentore, dhe shohim që kemi obligime që përveç që janë të punës ose përveç që janë të studimeve, pikërisht gjithë ndajmë pak kohë nga jeta jonë, që e quajmë kohë e lirë, kohë për veten, po cila do të ishte metoda më e mirë që ta shfrytëzojmë këtë kohë të lirë. Ndoshta do të jetë një shëtitje e lirë, apo të jetë ta vendosim ta gjejmë një libër të mirë dhe ta lexojmë. Çfarë janë idetë tua për këtë? Atë që kisha thënë është se do ishte shumë bukur që të kombinohen këto të dyja, pra të jetë një lloj kombinimi mes udhëtimeve dhe shëtitjeve me librin, pse jo të bëhet një lloj shkrirje e dy eksperiencave të ndryshme, por në një mënyrë janë edhe shumë të ngjashme, me që libri për shumë shekuj, shumë kohë të gjatë, ka shërbyer si një medium që na ka ndihmu për të njohur kultura të reja, për të njohur periudha të ndryshme që sot i shohim përmes telefonit, edhe përmes shkuarjes personale, por atëherë ka qenë më e vështirë sigurisht. Unë kisha thënë personalisht një kombinim i bukur, sepse do ishte nëse shkojmë për shembull në vende të reja dhe gjejmë libra të rinj. Kjo do ishte diçka realisht shumë interesante dhe shumë bukur për ta përjetuar. Pse jo, shkojmë në një vend të ri, gjejmë ku janë bibliotekat lokale, gjejmë materiale që janë ndoshta, nëse nuk janë në gjuhën që ne e njohim, paktën në anglisht ose në një gjuhë tjetër. Edhe nëse marrim ndonjë libër me vete, gjatë udhëtimit është shumë e preferueshme që me që jemi edhe më të qetë, jemi njerëz me jetë shumë dinamike, kështu që udhëtimi ndonjëherë është periudha e vetme ku jena vetëm edhe ku mund ta shijojmë atë periudhë, e gjejmë një hapësirë, ulemi lexojmë diku edhe në udhëtim. Po dhe këtu, nuk është, shpresoj që njerëzit ta kenë kuptuar se mundemi gjejmë prekje të përditshmërisë, një moment qetësie, edhe nëse dalim në një qosh e pim një kafe të re. Për shembull, nëse nuk njohim në ndonjë lokal, pse mos ta vizitojmë, shkojmë atje, marrim një libër, lexojmë diçka të bukur. Jo vetëm në formën letrare që është në formën print, por mund të bëhet kjo edhe në formën me anën elektronike. Mund të kem një Kindle me vete ose një laptop, në telefon, edhe pse telefoni shumë na asocion me gjëra që janë të shpejta, andaj nuk preferohet shumë libri të mbahet në telefon, për çështje mentaliteti më tepër se sa prakticiteti. Por ideja që dalim diku lexojmë diçka të këndshme, pse jo? Më pëlqeu shumë ideja se vizitojmë vende të reja, gjejmë libra të ri, po sa i përket kësaj pjesës gjejmë vende të reja, sa janë të pranishme klubet e librit në vendet tona, apo se sa janë efikase të bashkangjitemi në një të tillë? Atëherë, edhe pse njerëzit mendojnë se nuk ka shumë klube të librit, ekzistojnë aty këtu. Edhe siç e pata bisedu një herë me ty, ne bashkë marrim pjesë në disa klube të librit të ndryshme nëpër qytetin e Shkupit, por ka të ndryshme edhe në Tetov, sa i organizohen në Dibër, ndonjëherë rrallë, por ndodh që edhe në Kumanov. Sa e bukur është ideja që të jemi bashkë me dikë, me një grup të njerëzve që
kanë ardhur për të shpreh idetë edhe mendimet e tyre mbi një vepër të caktuar. Ideja, unë besoj se njerëzit e keq kuptojnë që Klubi i Librit është një event ku ne mblidhemi edhe hajde shkojmë tash flasim për mbajtjen atë Google që e kemi gjetë ose çka kemi lexuar sikur të ishim klasa 5, që nuk është e keqe ajo metodë. Thjesht nuk është aq qëllimi thelbësor. Sipas meje të paktën, secili e ka mendimin e vet. Unë realisht mendoj që klubet shërbejnë si një mjet komunikimi mes njerëzve dhe mendimeve që mund t'i shkëmbejmë me ta. Sa bukur është kur dikush jep një mendim ndryshe nga ajo që e kemi ne mbi një vepër të caktuar, ose një mendim shumë interesant që themi, se pas ka menduar në kështu, ose dikush nuk pranon mendimin ton, thotë jo, ky mendim mua nuk më duket korrekt, dhe fillon një lloj debati ku ne nxjerrim argumentet, mësohemi të jemi mbrojtës të ideve tona gjithashtu. Një tjetër mënyrë që ndihmon Klubi i Librit është një lloj komunikimi me njerëzit që kur si kemi njoft. Ku e dim se kush do vjene aty. Do jetë një ambient i ri, edhe pse ndoshta ndonjëherë gjërat e reja na friksojnë dhe themi ajt mos shkoj, mos t'i bëj të gjëra. Është shumë bukur që ta ndryshojmë pak ambientin edhe njihemi me njerëz që nuk i kemi njoftë më përpara. Edhe kjo është një mënyrë e re e komunikimit të shumë e nevojshme. Janë shumë efikase, por duhet realisht ta hapim pak mendjen edhe se pse ekzistojnë ato. Nuk janë vetëm për të shkëmbyer lexime, por realisht shkojmë dhe njohim edhe ide të reja, mendime të reja të njerëzve të tjerë. Kjo është ideja që edhe mendimet e tona mos bëhen një lloj kënete, që vetëm i kemi mendimet e tona kur qysh nuk lëvizin nga ato që janë. Na duhet dikush tjetër, diçka tjetër të vi vazhdimisht që ne ta bëjmë pastrimin e ujrave të mendjes, të mendimeve tona. Ndoshta mendimet e tjerëve dikujt nuk na pëlqen ndonjë mendim, mirë po ndoshta shumë real dhe shumë me këmbë në tokë se sa ajo që e kemi ne, dhe pse jo ta adaptojmë, ta fusim edhe atë në përditshmërinë tonë, mendimet e tona. Në atë mënyrë edhe ne i përditësojmë me një fjalë ose ne i rifreskojmë mendimet që i kemi. Kjo është shumë e dobishme realisht. Besoj që është shumë e dobishme, si dhe vetë nga eksperiencat tona, besoj që kemi shkëmbyer shumë ide të ndryshme, edhe është një formë shumë e mirë e socializimet edhe me tjerë, edhe duke has shumë perspektiva këndvështrime tjera, po edhe te kjo pjesa edhe te kultura jonë. Kultura jonë apo vendi jonë, familja ose shoqëria, sa ndikojnë tek ajo se si e perceptojmë ne leximin ose si e perceptojmë nevojën për të lexuar. Si do e ndërlidhim këtë pjesë pak më shumë me kulturën tonë përgjithshme? Kisha thënë që edhe pse përpara shumë viteve nuk është se njerëzit kanë pasur mjet tjetër komunikimi, kështu që libri ka qenë një lloj mjeti domosdoshëm për ta pasur në shtëpi, se s'ka pas sikur zgjedhje të shumta. Sot kjo kultura kisha thënë ndikon shumë edhe mënyrë se si komunikojmë me njerëzit, edhe kjo kultura e fast foodit ose kultura e shpejt. Çka du të them është se jemi mësuar gjërat i marrim shpejt, me një klik, me një të shtypur të telefonit, dhe kjo na bën që dhe raportet njerëzore që i kemi t'i shohim sikur diçka që harxhohet shumë shpejt. Edhe kur jemi nuk e di sa e ke vrejt, po kur jemi edhe në shtëpi dhe kur jemi për shembull me familjarët, kur themi diçka, përmendim ndonjë temë për të lexuar ose diçka të tillë, edhe fillojmë edhe shohim, sa faqe i ka ky libër, i ka 300 faqe, nuk lexohet ky libër, shumë i madh, ose nëse është një libër që është pak i vështirë për mendjen tonë, nuk e shohim si një lloj sfide që ta marr, ta gvendi veten dhe t'jem e aftë që ta kuptoj këtë vepër, edhe pse është më e rëndë se sa unë që e perceptoj për momentin, por e marrim me lëmë sepse kush ka durim që unë ta marr ta lexoj këtë ose ti përkushtohem kësaj më tepër. Realisht e mendojmë se diçka që nuk kemi kohë, se nuk kemi mundësi, edhe në familje është bërë pjesë kulturore e familjes tashmë. Por besoj që një qasje e re, një mënyrë ndryshe për ta parë këtë është se ta shohim si një proces që ndërtohet dal nga dal. Besoj që edhe në shtëpi kur jemi, edhe në familje, kur jemi të vegjël, edhe na kanë mësuar që çdo hap që e bëjmë dal nga dal, nuk mundet mi që beb të fillojmë edhe të vrapojmë, apo nuk ka mundësi. Kështu që kjo pjesë e edukimit edhe kulturë, edhe sikur mënyrës se si e marrim librin në shtëpi, edhe atë idenë e durimit edhe hapave të vegjël të vazhdueshëm, është shumë e nevojshme që ta kemi të ndërtuar edhe në familje, edhe ta diskutojmë edhe me familjarë, sepse edhe
veç çështja e diskutimeve dhe çështja e bisedave, qoftë mbi vepra, qoftë mbi gjërat që ndodhin në qytetin tonë, në çarshi, kudo qoftë, kanë filluar dhe të zbehen, por do ishte shumë bukur një nxitje, sepse ndodh kjo për shkak të telefonave dhe gjithkush është në telefona dhe në shtëpi kur është, një lloj nxitjeje e njerëzve është që ta fillojmë dal nga dal. Si fillojnë dal nga dal? Fillohet me disa shprehje të vogla, ndoshta lexim në Instagram, edhe pse është diçka shumë e kotë, na duket, por pse jo, ka shumë shprehje, faqe, është një faqe që është Raven Butterflies, që unë e ndjeki, është për shembull lidhet me fluturat e Vockla, që ato janë sikur paragrafe të vogla të librave të famshëm botror, më tepër në fushën e psikologjisë, mirë po ka dhe fusha të vetnjohjes në përgjithësi, që janë për shembull flet për fluturat, flet për gjërat në natyrë, për natyrën femërore, natyrën maskullore, gjithçka që ndërlidhet me një ditë për më të pasur dhe më ndryshe për ta pasur ne. Edhe kjo për mua për shembull më jep shumë një lloj entuziazmi, një lloj gëzimi ditor, kur e shoh atë dhe e lexoj. Është shumë e bukur, diçka e vogël të niset, pastaj nisen prozat e shkurtra, poezi, diçka nëse është më e thellë, kërkon pak më tepër investim kohe, por diçka që është e vockël, dal nga dal. Dhe fillojmë pastaj edhe i ndërtojmë veten për të arritur edhe deri te klasikët, ose te libra që janë edhe më të thellë, më të rëndë për të perceptuar së pari, por dal nga dal, një hap i vockël dhe i përditshëm. Dhe ndikon shumë në familje nëse shihet një lloj pasqyre. Për shembull, nëse unë nuk lexoj kurrë, si pres motra ime marrë të lexoj, ose vllau, ose me radhë. Nëse prindërit realisht marrin dhe e dajnë kohën për të lexuar një gazetë, ose për të lexuar një libër, ose për të lexuar diçka më të bukur, edhe fëmia, qoftë i madh dhe i vogël, edhe unë si fëmijë i madh i mamit, i babit tim, pse jo, unë nuk do frymëzohem nga ideja se ata po lexojnë diçka, kur i shoh ata të lexojnë, marrë dhon automatikisht, hajtë më dhon të lexoj diçka. Kjo ideja për shembull është një efekt i pasqyrës, që realisht pasqyrojmë atë çka dojmë ne ta shohim te tjetri e bëjmë edhe ne vetë. Jo vetëm ta presim nga tjetri. Shumë e vërtet. Shumë e bukur ishte kjo pjesa që ndërlidhe pjesën e kulturës fast food, që është formsuar tani me atë pjesën se të marrim hapa më të ngadalt. Për shembull, çdo ditë hapim telefonin dhe shohim poste ose marrim shumë informacione të ndryshme, konsumojmë informacione për mbajtje shumë ndryshme, edhe themi që ndoshta është e mjaftueshme për ne që të lexojmë kaq, edhe më pas mos të kërkojmë informacione tjera ose të formsojmë një mendim tonin ose një mënyrë tjetër perceptime të disa gjërave, por besoj që me anë të leximet, me anë të pjesës më ngadalt i marrim gjërat, më shtruar, ndoshta një thënie, ta reflektojmë, ta praktikojmë në jetën tonë, besoj që do të jetë shumë më e vyshme, shumë më e nevojshme për ne, do të jetë më e dobishme. Po prap është ajo pjesa ndoshta negative e informacioneve të shpejta që po na servohen në këto kohë, ose pjesa që ndoshta dua të marr një ide, ndoshta dua të marr një mendim dhe futemi më një herë tek inteligjenca artificiale dhe është shumë e drejtë për drejt na serviret, e gatshme, dhe ne më pas e kemi një nuk kemi edhe shumë mendim kritik ndaj një çështje. Dhe i besoj. Po besoj që me anë të leximet, me anë të pjesës se selektojmë edhe se çfarë lexojmë, edhe pikërisht do ndalem te kjo pjesa se sa është e nevojshme të dimë se çfarë duhet lexojmë ose çfarë duam të lexojmë. Po, atëherë këtu kisha specifikuar leximin eklektik, që i bie leximi i përzgjedhur. Çka nënkuptoj me këtë, se si term ndoshta është pak më ndryshe se ajo çka e flasim në përditshmëri, është se duhet realisht, me që jemi njerëz që jemi vazhdimisht në vrull dhe në nxitim të gjërave për të bërë, detyrave që i kemi përdit në jetën tonë, në universitetit, fakultetit, punës, pa marrë parasysh se ku jemi dhe çka jemi duke bërë, jemi vazhdimisht në nxitim për t'i kryer gjitha këto, dhe sikur na duket sikur nuk kemi shumë kohë për të ndarë për veten, e lëre më për të ndarë diçka për të lexuar. Për atë arsye, me që nuk duam tash, askush nuk do ketë kohë, uroj, kush ka mundësi, por rrallë kush ka atë hapësirën që të lexoj gjithë ditën, edhe të lexoj vazhdimisht për qefin e vet. Mirë po,
nëse është ashtu, halal ja bëv Zoti, por thjesht nuk është se gjithë kemi atë luks, atë mundësi të kohës. Dhe është shumë bukur që nëse kemi pak hapësirë, ta zgjedhim atë se çka e lexojmë. Çka nuk kupton me çka ta zgjedhim. Lexojmë cilësi më tepër se sa sasi. Edhe ku e kuptojmë se cila është sasi dhe cila është cilësi. Fillojmë nga më të vjetrat. Fillojmë nga klasikët, fillojmë nga letërsia që është e konfirmuar me qindra vjet se është letërsi e mirë, e pastër dhe që na shërben, por mund të kemi edhe nëse duam punojmë pak me veten, duam pak punojmë me ato mendimet e tona, emocionat, ndjenjat, pse jo të marrim edhe libra që lidhen edhe me vetnjohjen. Ka dhe libra të fushave të ndryshme, nëse jemi njerëz që na pëlqen shkenca, por e kemi vetëm si hobi, pse mos marrim një libër shkencor, ta lexojmë pak, shohim se çka po ndodh. Revistat e ndryshme kombëtare dhe madje edhe ndërkombëtare shërbejnë shumë për të përmbledhur tematika të veçanta. Për shembull, shumë autorë të ndryshëm mund të shkruajnë mbi një temë të caktuar dhe neve na intereson dhe hym mundemi edhe në ChatGPT ose në fushat e ndryshme këto që janë në Google e kudo qoftë, hym dhe bëjmë një hetim, themi më dërgojnë disa revista që merren me këtë temë të caktuar dhe realisht shohim mendime të ndryshme të njerëzve që janë përmbledhur, janë vjelur, si të themi, janë vjelur mendimet më të mira dhe janë publikuar me një revistë të caktuar. Pse të shkojmë të lexojmë gjithë ato autor kur mundemi me një vend t'i gjejmë ato mendime që neve na intereson. Për shembull, nëse ku e di unë, nëse Shakespeare ka një mendim ka pasur një mendim ndryshe për një temë të caktuar, neve na intereson vetëm një temë që e ka pasur ai atë konkretisht, jo gjitha temat t'i marrim, t'i shtjellojmë. Kjo është mendim edhe zgjedhje eklektike. Çka jam duke punu për momentin, atë e kërkoj. Tjerat janë shumë të dobishme, sigurisht, por ndoshta janë të dobishme në një pikë tjetër. Dhe sigurisht ka të libra shumë edhe psikologjik, self-help, libra edhe nga fushat e filozofisë që janë të përditshme që lidhen me ditën e sotme, libra të letërsisë, kritikës së letërsisë, sociologjisë, çka do qoftë që është diçka që neve na ka kap si interes, shkojmë dhe aty përqendrohemi. Ka mënyra përzgjedhëse, e kërkojmë nga vetë këto aplikacionet dhe faqet na japin mundësinë që ne vetë t'i përzgjedhim dhe mund të kërkojmë që çka është për shembull në New York Times bestseller list, listën e bestsellerave në përbot, ose libra që janë më eklektik nga disa autorë ose kritik letar të saktuar, dhe kështu bëhet një lloj përzgjedhje më e ngushtë asaj çka dëshirojmë. Në rregull. Do ndalim ndoshta tek pika që ceke disa lloje të librave, që besoj që shumë e rëndësishme dhe pjesa të dim se çfarë duam të lexojmë, po te pjesa e librave klasik dhe librave për vetnjohje, që mos sa mendon edhe sa kanë ndikim ose çfarë do sugjeroje, për pjesën se njerëzit dëshirojnë të njohin më shumë aspekte të vetes tyre ose çfarë aftësi kanë ose çfarë mund të ofrojnë ose në farë mënyrë çfarë mund të ofrojnë për veten e tyre më pas edhe për shoqërinë, ose në shumicën e rasteve studentët e shkollave të mesme para se të zgjedhin për profesionin ose para se të zgjedhin se çfarë duan të bëjnë më tutje. Sa do i ndihmojnë të fokusohen më shumë tek pjesa e leximit për vetnjohje apo leximin e librave të psikologjisë më shumë ose këto self-help book që to janë libra të dobishëm, varet se çka kërkojmë dhe çka jemi duke dashur me mësu për veten. Realisht, për çështjen për studentët ndodh kjo, me që edhe me studentët e mi që punojnë tash bashkë aty në Kiril, është pak dilemë se nuk e di njerëzit edhe se çka duan. Realisht, kur je në moshë më të re, më të brisht, sikur gjithçka që thuhet ndikon te ti, sepse jemi në atë moshë kur thithim gjithçka. Kisha thënë në atë periudhë diçka që është shumë kyçe, është kemi mendje hapur. Realisht jemi të pranueshëm, se të lëm veten të kemi eksperienca të ndryshme, të leximit, të kurseve të ndryshme, të shkojmë nëpër muze që nuk kemi qenë, të shkojmë ndoshta ndonjë trajnim që kurse s'kemi marrë pjesë, të shkojmë te ndonjë klubi libri, të shkojmë te ndonjë bibliotekë që kurse kemi vizitu. Pse jo? Ta bëjmë një vendim te vetja se do të shkoj dhe do provoj gjëra të reja. Dhe
kur jemi të rinj edhe në moshë të tillë jemi më të brisht, shumë ndihmon vetnjohja dhe besoj libra të ndryshëm për të bërë një përzgjedhje më të saktë ose për të njohur veten pak më mirë, të dim se çka duam, jo diçka edhe më të ndoshta sikur më gjithë përfshirëse, por ndoshta për përditshmërinë time, si të bëj një vendim më të mbarë, si të jem një njeri që realisht i qëndroj pas fjalës, si të jem njeri që gjërat që i bëj, për shembull t'i bëj si duhet, jo vetëm t'i bëj shkelë shko. Gjithë këto ndihmojnë në këtë proces, por klasikët janë realisht, edhe pse themi letërsia klasike ndoshta është shumë e rëndë, jo, ka letërsi klasike që është edhe më e lehtë. Nëse dikush don të marrë Honore de Balzac, për shembull, ai flet për ditëshmërinë e njeriu dhe sfidat me të cilat përballet një njeri në jetën e vet, por edhe të frymëzon të shohësh edhe se ka disa mënyra, ka disa virtyte, ka disa mekanizma që pa marrë parasysh se cila shoqëri ka qenë atë kohë dhe cila është sot, sikur ato barten me vete. Klasikët realisht neve na ndihmojnë për të hapur pak mendjen dhe për të gryer pak më tej, për të parë motivet e njerëzve, pse njerëzit veprojnë mënyrën se si veprojnë. Pse për shembull ndodh që shfaqet aq shumë xhelozia te libri Macbethi, për shembull, e kupton, gjithçka është njerëzore, gjithçka siç ka qenë atëherë, në një farë mënyrë është bartë edhe tash, por e njohim psikikën e njeriut, e njohim shoqërinë, edhe tonën, se nuk është edhe se disa gjëra nuk janë bartë, por e njohim edhe realisht rolin e njeriut që është në shoqëri. Se siç e the edhe pak përpara e cek edhe më pëlqeu shumë kjo që the, se për ta bërë shoqërinë edhe më të mirë, ne duhet pikë pari të jemi më të mirë, ose ne fillojmë punën për vete, nuk realisht besoj se këtu shumë aplikohet që nëse duam të kemi një lloj kulture, edukimi, pak më të mirë në jetën tonë, fillojmë ta zbatojmë ne. Mos ta mendojmë se kur dikush tjetër duhet ta bëjë edhe ne ndoshta nuk jemi ose ne nuk jemi pjesë e shoqërisë. Secili jemi pjesë e shoqërisë, pa marrë parasysh se ku jetojmë ose nga jemi. Këtu, për shembull në Shkup, unë edhe pse me origjinë nuk jam e Shkupit, por unë jetoj me vite këtu. Unë e ndjej se për shembull mundem dhe e kam për detyrë që të kontribuoj diçka për të mirën e shoqërisë. Këtu në Kumanov, në Maqedoni në përgjithësi, kudo qoftë që t'jem, dhe pse dhe tjetri mos ta ndjej, realisht kemi shumë për dhënë. Edhe jemi shumë njerëz që kemi shumë pasuri, thjesht ta zbulojmë ato çelësat dhe fillojmë duke eksploruar. Fillojmë shohim pak diçka nga një virtyt që për shembull e mendojmë se është njoni, shohim pak aty, çka na frymëzon, çka na shëlben dhe fillojmë të hetojmë pastaj, hulumtojmë. Themi, okay, këtë virtyt për shembull guximi, se është një temë që së fundmi e kam përshkruar shumë. Nëse është guximi, atëherë ku mundem ta sikur cilët autor kanë shkruar për të, ku mund ta gjej këtë vepër. Një libër që isha duke lexuar tash së fundmi ishte Ryan Holiday, Guximi është thirrja, tregon aty për shumë autor që flasin për njerëz të ndryshëm që kanë bërë vepra të ndryshme guximi, por mund të shkruajmë edhe nëpër research, nëpër hetime, cilët autor nga klasikët kanë shkruar për guximin. E ke Hamletin, është Shakespeare, si ta Shakespeare-in e pas ka marrë sot si, por e ke edhe vepra të ndryshme që janë te Gjagori, besoj se është edhe aty, guximi, spikatet po ashtu, te Tolstoi e ke të pranishëm, te Dostojevski, gjithkund domethënë është i spikatur. Thjesht varet se cili virtyt ose çka na frymëzon, çka duam nga jeta jonë për këtë moment. Florentin, do ndalesha tek një thënie që po duash ta ndryshosh botën, fillimisht fillo të ndryshosh veten. Po. Edhe besoj që me anë të leximit ose me anë të krijimit një disipline, mund të arrim këtë ideal që të ndryshojmë veten, pastaj të jemi individ të dobishëm edhe për shoqërinë tonë, po pikërisht lind pyetja këtu se të gjithë kemi dëshirë të ndryshojmë ose të gjithë kemi dëshirë të kontribuojmë diçka pak më shumë, po e kemi sikurse mungesë disiplinës ose mungesë të krijimit të një disipline, të një rregulle. Për shembull, sa i përket leximit ose librit, a duhet që patjetër të kemi një disiplinë ose një rregull që ndoshta
ndoshta unë këtë ditë do lexoj, në këtë orë do lexoj, apo do të vi diçka spontane që ndoshta kur të kem kohë, ndoshta kur do ndjehem mirë do lexoj. Shiko, metoda spontane nuk është e keqe, realisht, mirë po nëse mendoj metodën spontane, atë do e lajmë edhe kur nuk do lexojmë. Realisht është kjo tendenca e njeriu që shkojem më ka anë rehatshme, o po flej, o po bëj diçka, po ha, po pi, edhe me leximi jetë dikun në atë masë, edhe e ka pluri, as nuk e shohim ma. Po, në përrafte, realisht. Unë them që mundesh, leximi spontan është shumë okej, edhe shumë i mirë. Thjesht duhet t'jesh një lexues i vazhdueshëm që ke pas të një disiplinë për vite me radhë, që tashmë atë shumë e ke bërë të tënden atë pjesën e leximit, sa që leximi spontan nuk të duket i çuditshëm, sepse vjen. E që një hapësirë sikur të vjen menjëherë në mendje, por duhet një disiplinë, domethënë duhet për të ndërtuar, unë realisht e besoj si njeri që për të ardhur deri te spontaniteti, së pari duhet të ketë një disiplinë. Pastaj vjen ajo pjesa spontane, pasi ti kemi mbizotruar ato gjërat edhe sikur rregullshmërinë që vetë e kemi vënë si bazë. Çka du të them është, në fillim filloj me numrimin e faqeve, se tash më pak më praktike kjo, jo vetëm si pjesë teorike. Fillojmë, se mos ja nismi çdo ditë tash me lënë ditë për lexim, se do vdesim për një javë dhe nuk e kapim më librin me dorë. Por ideja është njerë fillojmë nga pak, që mos ta ngarkojmë edhe veten tonë, që edhe mendjes i themi pak ke për të lexuar, nuk ke shumë, që është shumë e rëndësishme. Fillojmë një libër ndoshta në 3 muaj, nëse dikush e ka aq të huaj, themi për 3 muaj do lexoj këtë libër. Mund të jetë një libër më voluminoz, mund të jetë një libër më i mirë, dhe mund fillojmë për shembull 2 faqe në ditë. Çka janë 2 faqe në ditë? Për 15 minuta mbarojnë ato. Ose nëse je i shpejt në lexim, për 5 minuta i lexon 2 faqe. 7. Edhe themi 2 faqe në ditë. Javën e parë fillojmë 2 faqe në ditë. Javën e dytë, për shembull, themi hajt. Sot po lexoj diku 5 faqe në ditë. Nëse e ke me ditë nuk e ke problem. Por nëse e ke për shembull sikur çështje javore, fillojmë me 10 faqe në javë, pastaj e shtojmë një 20 faqe në javë, që vjen në vikend. Themi e premte, e diel do lexoj edhe ora është më të caktuar si orar. Jo kur e kemi ditën e punës dhe jemi në orar pune, sepse ose në studime profesorish, unë nuk po dëgjoj ligjeratat, po marr po lexoj. Nuk është okej, domethënë kemi edhe detyrat, obligimet e tona ditore, por e kemi një hapësirë kohore kur është natën, mazdarke, do të ajo ose para darkës, kemi një pjesë të vogël, e kemi të lirë, ta shfrytëzojmë atë, por ta bëjmë si orar që kur vjen koha e para darkës, mos ta angazhojmë veten me gjëra të tjera, por ta dim se kemi orarin për të lexuar, sikur që kemi orarin me shku në fakultet ose me shku në punë. Ulemi, e hapim librin edhe i shohim faqet ku kemi ngel, edhe e vazhdojmë ritualin. Ajo është edhe ndoshta më e shëndetshme, të jetë sikur 2 herë në javë, sikur një lloj trajnimi, si një lloj kursi që e bëjmë. 2 herë në javë e bëjmë, edhe kështu që ulemi, 5-6 faqe i lexojmë, ndoshta 10, nëse kemi një kohë të caktuar, ose me kohë e masim. Gjysmë ore lexoj në ditë, ose gjysmë ore lexoj në javë. Dhe pastaj, sa më shumë të kaloj koha, aq më shumë e shpeshtojmë. Edhe kjo na ndihmon sikur ta fillojmë një lloj procesi integrimi të leximit në përditshmërinë tonë. Dhe në këtë mënyrë bëhet më e lehtë pastaj që dhe nëse rriten numri i faqeve të jetë më e lehtë për ne. Edhe tematika të jetë e lehtë, domethënë nuk mund të fillojmë edhe ta lexojmë tash unë ku e di Madame Bovary ose dikë që është shumë e rëndë. Flaubertin aty me marr, po thjesht ideja është që fillojmë diçka të lehtë, sepse nëse marrim Victor Hugon ta lexojmë, ai ka kaq librat, njerëzit do dëshpërohen, po. Por marrim diçka të lehtë. Mund të jenë se njerëzit i anashkalojnë përrallat popullore, anekdotat, gjëra të vogla, gojdhënat, tregimet e moçme. Ato janë nga 5-6 faqe secila. Një të ulur e lexon një, pastaj tjetrën e lexon, ose përmbledhje esesh. Një esej në ditë, në javë për shembull, ai esej ai ka 3-4 faqe. E lexon një, pastaj tjetër nuk duket sikur po shkëputesh. Përmbledhjet e tilla ndihmojnë që duket sikur po fillon dhe po mbaron diçka. Pastaj dytën, tretën e fillon dhe e mbaron kur ti vjen e radha, por nuk duket sikur po shkëputesh dhe nuk ke kohë për ta filluar ose për ta mbaruar tjetrën. Besoj që është këshilla më e mirë që kam dëgjuar deri më sot, të marrim
pak nga pak, për çdo ditë, në çdo javë. E besoj që do na bëhet edhe si shprehi leximi. Po te kjo pjesa që pasi që ta kemi zotru pak më shumë pjesën e leximit të vetja, si ta transmetojmë të tjerë, të shoqëria jonë, ose si ta kultivojmë si dashuri leximin te fëmijët, sidomos te fëmijët. Te fëmijët e para është se ka një dallim. Për shembull, transmetimi që bëhet me shoqëri, me njerëz të rritur dhe transmetimi që bëhet kundrejt fëmijëve është pak më ndryshe se sa për shembull njëra apo tjetra. Çka du të them? Për çastin me fëmijët, unë nuk kam punu ndonjëherë kështu me fëmijë të vegjël, por unë kam një mbesë të vogël dhe që uroj që së shpejti filloj ta transmetoj. Fillot me hapa të vogla. Ku fillon? Së pari, e di se duket shumë e çuditshme, por së pari te dhoma e fëmijës duhet të ketë libra. Që njerëzit ju duket shumë interesant kur e them këtë se wow, aty nuk është diçka e madhe ajo. Thjesht një fëmijë që është shumë i vogël duhet të mësohet me idenë se një shtëpi ka libra. Së pari te dhoma vet, por edhe në shtëpi më përgjithësi. Duhet të ketë atë idenë se këto libra janë aty dhe këto libra nxirren për të shfletuar. Që shumë është psikologjike kjo anë, por realisht është shumë e dobishme. Pse them kështu? Nëse i shef vetëm në rafte, është mësohet si shprehi fëmia që këto libre janë në shtëpi, por askush t'i merr asnjëherë t'i lexoje. I kemi vetëm aty, na rrin si pjesë dekori. Libri nuk është një dekor. Libri është një qenie e gjallë nëse ne e trajtojmë të tillë dhe e marrim e bëjmë pjesë të përditshmërisë tonë. Por nëse e trajtojmë si një vazo, ajo do jetë një vazo. Do rri aty dhe nuk do bëj zë. Por ideja është që fëmia mësohet se i ka në rafte. Pastaj, nuk e di, i mban mend ato librat e fëmijëve që janë të vogla që në parair i marrim, i blejmë dhe i bëjmë dhurata fëmijëve, ose me muzikë janë, ose kanë disa fjalë që i dëgjojnë, sepse nuk dinë ende të lexojnë. Fillojmë me ato fillojmë ja shfletojmë, i bëjmë si pjesë të përditshmërisë. E di se duket ndonjëherë edhe sikur shumë si një traditë e vjetër, por është shumë e rëndësishme që fëmia të mësohet që natën t'i lexohet diçka para se të bjerë për gjumë. Jo t'ja lëm telefonin, që është një shprehi që është secili e din prapë për fëmijët e vet, por ideja është që t'i lexohet diçka fëmijës para se të flejë gjumë, është më e dobishme se sa telefonit i lihet përpara. Pastaj fillojmë me gjërat e vogla, domethënë fillojmë me shkronjat, i mësojmë bashkë para se me fillu edhe me shkollën ndoshta. Pastaj fillojnë dhe ato tregimet e vockla që i kanë nëpër libra, kur janë si klasat e para, klasat e dyta. Dhe fillon dhe fëmia të adaptohet në atë sistem, sikur leximi është pjesë e përditshmërisë, por është shumë e rëndësishme që ta shohë edhe prindin të lexu. Kjo besoj se njerëzit e harrojnë shumë. Nëse fëmia nuk e shef mamin, babin, pa marrë parasysh një të rritur në shtëpi duke lexu, si presim që ai nesër ta dojë leximin. Do të thënë kjo është shumë një bisedë që unë e bëj edhe me motrën, edhe me vllaun, motra me që është një nën. Si presim një fëmijë të lexojë nëse ne nuk lexojmë vetë? Ai duhet ta shohë. Si shembull e marr shumë këtë pjesën e çështjes së rregullimit. Nëse një vajzë e vogël e shef mamin duke u rregullu, e ke vërejtë se ajo dëshiron të rregullohet, të zbukurohet, të krijë flokët, të duket mirë. Kjo është ideja. Ose një djalë e shef babin duke, për shembull, një nip e shifte babin e vet, një kusheririt, e shifte babin e vet duke heq borën nga oborri. Dhe me që e shifte babin, e ka marrë pallton edhe del edhe me atë lëpatën edhe ai don ta heq borën nga oborri, sepse don ta ndjek babin e vet edhe veprimin e prindit të vet. Do të thonë është shumë e rëndësishme fëmijët se çka shohin. Fëmia nuk vepron në mënyrën se ne si flasim, por fëmia realisht vepron ne si veprojmë. Si thot ajo thënia një fëmijë, po e parafrazoj se nuk e di sigurt, se si ishte sakt, por një fëmijë nuk sheh fjalët e tua, por sheh veprimet e tua. Realisht na sheh se ne çka bëjmë. Nëse ne nuk ulemi kur ta pim një kafe me një shok, me një shoqe, ato as nuk e dinë idenë e shoqërisë, nuk e kuptojnë konceptin, sepse thonë shoqëria është vetëm në shkollë, s'kam pas punë që njerëzit dalin të pinë kafe me shoqëri. Do të thënë gjithçka lidhet me atë se çka shohin, çka perceptojnë, si vepron një i rritur. Te të rriturit është ndryshe pak ky procesi, s'është pak poeziate edhe po. Ideja e të rriturit është se, për shembull, ne dalim në kafe sot anesën e bashkë, cila është biseda që ne e bëjmë.
realisht çfarë tema jemi duke trajtu në një tavolinë kur takohemi bashkë. Si nxitet kjo, për shembull, përmes gjërave që i postojmë në Facebook, në Instagram. Sa frymëzuese janë ato gjëra që ne i bëjmë repost ose që ne i ndajmë me njerëz të tjerë. Realisht biseda që ulemi t'i bëjmë në një kafe, në një takim, në një klub, në një kurs. Sa shkojmë, sa i frekuentojmë në këto vende, sa kemi për çka të bisedojmë. Nëse ulemi 8 orë dhe kur gja vetëm si thonë ato, vetëm rri dhe shohim njëri tjetrin, s'kemi dhe çka të bisedojmë, e marrim telefonin. Bisedat janë shkëmbime të ideve dhe ideja është ne kur t'ulemi të kemi për çka me fol. Nëse nuk e pasurojmë vetën, nuk lexojmë, nuk shohim pak nga kultura, pak nga sistemet që janë duke ndodhur në botë, nuk shohim se çka është duke ndodhur në jetën sociale të njerëzve, të komshive tanë, nuk e dim se çka janë duke heqë edhe fëmijët e mahallës, me çka janë duke u përballë, çka kena me bisedu. Jo për idenë që mi marrë në gojë njerëzit me fol për ta, por realisht me diskutu çështje sociale që janë duke ndodhur për ditëshmërinë tonë. Çka nëse për shembull, unë vi me njëjtat biseda vazhdimisht. A nuk bezdisësh ti? Mo me këtë temë vazhdimisht. Flas për një gjë që është shumë interesante që edhe nëse i kemi vetëm punë të shtëpisë, se unë e dëgjoj ndonjëherë mami më thotë, "Ok, por nëse nuk ke për çka kemi bisedu se i bëjmë punë të shtëpisë edhe nuk kemi diçka tjetër", tash mamit, po dhe ideja se si e bëjmë një punë të shtëpisë, ndoshta është më rinovuese ta flasim me dikë tjetër, ta marrim një ide, sa mirë, ti pastron kështu, dhomë do e pastroj atëherë në atë mënyrë do e marrim edhe një ide rinovuese. Kjo lidhet me shumë çështje, nuk është vetëm ideja e kulturës edhe të qenë dikush poshtë, edhe unë të dukem. Jo, realisht edhe gjërat më të thjeshta, edhe një gotë e bukur, edhe një ide se ku kam parë, gotat e tilla kam parë edhe në një dyqan në Qarshi, po pse nuk shkojmë bashkë dhe vizitojmë, i shohim ato. Ose për shembull kam parë në një aktivitet të ri, që këto janë escape rooms që i bëjnë në City Mall, unë asnjëherë nuk kam qenë të tilla dhe pse mos të shkojmë ta provojmë një aktivitet të ri të tillë. Pse vetëm të ulemi dhe bëjmë mohabet, por realisht diskutojmë gjëra, shkëmbejmë ide, shkojmë me vizitojmë një librari bashkë. Ku ka më bukur se një takim mes mikeshash dhe miq, që shkojmë vizitojmë diçka të re në qytet që po ndodh. Dhe te literatura, kanë sjellur libra të reja, libra të rinj. Edhe themi, pse shkojmë i shohim se çka kanë sjell. Lexojmë ato kopertinat pas, ato janë për diçka të shkruar aty që është një përshkrim i vockël që neve më na dhënë një ide se çka ka në libër brenda. Atëherë Florentina, siç e them, pëlqej shumë kjo idea që të shohim pak një perspektivë tjetër ose të gjejmë të bukurën edhe në gjërat e përditshme që i bëjmë, sidomos në gjërat e reja, për të provu ndoshta siç e the edhe vetë, për të lexuar ndoshta atë përmbajtjen e librit, ndoshta siç e the edhe ti, na lind ideja ose frymëzohemi nga i libër, edhe marrim dhe e lexojmë, pse jo? Po cili do t'ishte mesazhi yt përfundimtar, këshilla jote që do drejtohej nga ana aty që na kanë ndjek deri më tani? Unë kisha thënë që një këshill do e kisha dhënë ose një mendim timin, më saktë, që po mundohem edhe te vetja ime ta aplikoj, sepse realisht unë besoj që gjithmonë duhet të flasim me njerëzit mbi atë që edhe ne jemi duke e kalu, jo vetëm themi se çka kisha dashur me bë. Të provojmë gjëra të reja, e pika e parë. Kisha thënë që njerëzit të mos ta kufizojnë veten te përditshmëria që e kanë, por realisht t'i japin vetes atë lirinë e vockël që të provojmë diçka të re. Me që jemi duke fol për librin, pse jo mos ta provojmë një libër të ri, që kurse kemi menduar që do e shohim. E jo vetëm ta kemi atë mentalitetin, s'jam unë i këtyre punëve, ose nuk po them, që jetë edhe një kafe e re, s'dal, unë s'kam qef me dal. Pse e kufizojmë, e ngurcojmë veten aq shumë, sa që gjithmonë e mendojmë sikur s'jam për këtë unë. Ti themi vetes një herë, po ndoshta pse mos ta provoj. Kjo është një këshill, besoj që për librin, për çdo gjë mund të aplikohet, por realisht ta hapim pak veten kundrejt gjërave të reja, por sidomos kundrejt një eksperiencë siç është leximi, se na ndihmon edhe të pasurojmë edhe të kemi një mendje më të pasur dhe një vetbesim më të theksuar. Kjo kisha thënë është ajo që dua ta përcjellim. Faleminderit shumë për ftesën.
jam shumë e lumtur që isha pjesë e këtij emisioni. Florentina, të faleminderit shumë që ndave prej ideve tua, eksperiencave, përvojave. Unë fillimisht jam frymëzuar shumë dhe Edhe unë. që nga sot pjesa e leximit do të bëhet pjesë e rutinës time. Po uroj që mesazhi, këshillat ose biseda të ketë frymëzuar edhe tjerët, të jetë e dobishme edhe për tjerët. Kështu që për gjithë ata të cilët na kanë ndjek deri në fund, uroj që të kaloni mirë dhe na përcjellni për emisione tjera në cilat do kemi biseda edhe më të mençura, më edukuese dhe pse jo të dobishme për gjithë ne.